një prej dietarëve të shquar të Islamit thot, po mbaja një ligjërat në xhami thot, dhe thot, duke folur brenda në xhami thot për rëndësinë e vlerave të marrëdhënieve farefisnore, thot, dy burra thot po i shikoja thot që po qanin, po njëri ishte në cep xhamis, tjetri ishte në cepin tjetër. Të dy po lotonin. Thot kur mbarova thot ligjëratën, thot u ngritën gjithë njerëzit dhe ikën thot ato dy qëndronin ulur. U ngrita dhe i thirra që të dy, çfarë keni? Pse po qani? Tha ne dy tha jena vëllezër. Por kemi vite që s'flasim për shkak të trashëgimisë. Tha në ato moment ato ishin prekur që të dy po qanin, fillova dhun çaja bashkë me ta. S'keni folur për çfarë për trashëgimi. Tha atëherë tha u pajtuan, u përqafuan, mas u përqafuan i mora ftova për vetë për darkë ham të tre bashkë në shtëpinë time. Thot hoxha. Pas i mora në shtëpinë hëngrën, thot i përcalla që të dy në shtëpitë e tyne. Thot dhe shkuam tek shtëpia e parit dhe pim kafe të tre. Dhe shkuam tek shtëpia e dytit dhe pim kafe të tre. Mas 3 ditësh thot më bie telefoni. Thot dhe më thot hoxhe, thot jam filani. I thash nuk të kujtoj. Jam filani para 3 ditësh që erdhe dhe na pajtove dhe shpim kafe. Po të ftoj që të shkojmë në varrim se më ka vdek vllai i cili na pajtove me ta. Allahu akbar. Pra na pajtove me ta. Shkak i pajtimit. Çfarë? Shkak vlla me vlla nuk flasin për shkak të trashëgimisë. Çfarë është pasuria në fundit? Po kaq të dobët jemi ne si njerëz që jemi kthyer në materialist. Deri kemi prap parullës komunizmit secili për vete e Zoti për të gjithë thon. Realisht në Islam jemi secili për të gjithë, edhe Zoti inshallah pastaj kërkojmë prej Zotit që na bëjë që të jemi gjithë bashku përsëri duke menduar për njëri tjetrin.